Përshëndetje. Së pari më lejoni të nis këtë komunikim me media dhe mbar opinionin publik me një falënderim dhe mirënjohje të veçantë për Komitetin Shqiptar të Helsinkit, që në kushte jashtëzakonisht të vështira dhe në një klim presioni të vazhdueshme, ja ka arritur të kryej me sukses, me profesionalizëm, me pa-anësi dhe integritet misionin e tij të monitorimit dhe të verifikimit të kushteve reale të paraburgimit politik të presidentit të Partisë së Lirisë, zotit Ilir Meta. Raporti i Komitetit Shqiptar të Helsinkit konfirmon tani më pa asnjë ekuivok vërtetësinë e të gjitha denoncimeve publike të presidentit Meta, jo vetëm lidhur me shkeljet flagrante dhe të qëllimshme të lirive dhe të drejtave të tij themelore, njerëzore dhe politike gjatë paraburgimit në IEVP Jordan Misja, por edhe kushtet njerëzore për të gjithë të paraburgosurit e tjerë që vuajnë po njësoj në mbar vendin. Jo vetëm kaq, por ky raport i Komitetit Shqiptar të Helsinkit përforcon konstatimet e mëparshme të institucionit kushtetues të avokatit të popullit, rekomandimet e të cilit për muaj me radhë shpërfillen qëllimisht duke konfirmuar para të gjithë shqiptarëve dhe opinionit ndërkombëtar se kjo situatë shumë e rëndë e trajtimit kriminal të zotit Meta në IEVP Jordan Misja nuk është rezultat i neglizhencës apo i papërgjegjshmërisë, por dëshmi e qartë e persekucionit të qëllimshëm politik të zotit Meta, të urdhëruar drejt për drejt nga Edi Rama, që siç dihet botërisht është de facto jo vetëm gardiani, përgjegjësi i seksionit, drejtori i IEVP Jordan Misja, por njëherëzi de facto edhe drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Trajtimi njerëzor dhe degradues, kushtet denigruese dhe poshtëruese që i janë imponuar zotit Meta për më shumë se 20 muaj, si dhe kufizimet e padrejta dhe të qëllimshme që variojnë nga cënimi flagrant i lirisë së shprehjes deri te pengimi i kontakteve me familjar dhe bashkëpunëtor politik, tani më janë të dokumentuar qartë edhe në këtë raport të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, një raport alarmues sa i përket nivelit të shkeljes së qëllimshme të legjislacionit të brendshëm, të kushtetutës, të konventës europiane për të drejtat e njerëzit, të standardeve të Këshillit të Europës mbi rregullat europiane të burgjeve, si dhe të praktikës së konsoliduar tani më të Gjykatës Europiane për të drejtat e njerëzit. Vjojmë konkretisht me gjetjet e raportit të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, i cili evidenton cënimin flagrant të qëllimshëm kriminal të lirisë së shprehjes së zotit Meta, ju lutem tek dokumenti numër 2, referuar faktit se atij i është privuar e drejta për të komunikuar me median, një të drejtë që ia garanton ligji, në veçanti me të gjithë ata gazetarë dhe media të interesuara që tani më kanë marrë leje të posaçme nga SPAK për ta intervistuar zotin Meta në ambientet e paraburgimit, një drejtë e cila i mohohet në mënyrë të palishme nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Ky është konkluzioni i Komitetit Shqiptar të Helsinkit, i cili, citoj, zoti Meta referoi se është ndaluar disa herë të takojë me median edhe pse ata, pra gazetarët, janë pajisur me leje nga prokuroria e posaçme SPAK, konform parashikimeve të nenit 49.3 të ligjit numër 81/2020, i cili garanton të drejtën e të burgosurve për komunikim me median. Më konkretisht, të burgosurit, pra përfshi edhe të paraburgosurit, kanë të drejtë, evidenton raporti i Komitetit Shqiptar të Helsinkit,
të komunikojnë me median me përjashtim të rasteve kur ka shkaqe të arsyeshme që për ligjin mos lejimin e këtyre kontakteve të lidhura me ruajtjen e sigurisë brenda institucionit të ekzekutimit të vendimeve penale, me integritetin e viktimave, të burgosurve të tjerë, ose të personelit të institucionit të gjitha raste përjashtimore në referuar rastit të zotit Meta. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka konstatuar gjithashtu vërtetësinë e plot të denoncimit publik të zotit Meta lidhur me trajtimin diferencues e të paligjshëm të tij, duke mos u lejuar, e theksoj në shkelje flagrante të ligjit, që të dalë në ajrim 2 herë në ditë, si të gjithë të paraburgosurit e tjerë apo të burgosurit, si dhe të qëndrojë në mjedise të hapura më pak se 2 orë. Ju lutem dokumentin 3. Gjithmonë raporti i Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Zoti Meta referoi se trajtohet në mënyrë diferencuese, duke mos u lejuar të dalë në ajrim 2 herë në ditë si pjesa tjetër e të burgosurve, si dhe duke qëndruar në mjedise të hapura më pak se 2 orë në ditë. Kjo ankesë, thekson Komiteti Shqiptar i Helsinkit, u verifikua nga gjetjet e monitorimit dhe këqyrja e librit të hyrje daljeve për periudhën 6 deri 9 prill 2026, kur rezultoi se kohëzgjatja e arimit ka qenë më pak se 2 orë, duke variuar nga 40 deri në 90 minuta në ditë. Ky fakt bie ndesh me pikin 1 të neni 37 të ligjit numër 81/2020 për të drejtat dhe trajtimin e të dënuarve me burgim dhe të paraburgosurve, i cili, e thekson Komiteti Shqiptar i Helsinkit, garanton jo më pak se 2 orë ajrim në ditë. Komiteti Shqiptar i Helsinkit rekomandon marrjen e masave të menjëhershme për respektimin e kohës ligjore të ajrimit dhe trajtim të barabartë me të paraburgosurit e tjerë. Një tjetër shkelje flagrante e ligjit, e denoncuar edhe më herët nga zoti Meta, e konstatuar gjithashtu si e vërtet, pra si denoncim i vërtet, nga ana e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, dhe që gjithashtu ka qenë një nga 9 rekomandimet ende të pasbatuara qëllimisht premuajsh të avokatit të popullit, lidhet edhe me të drejtën e tij për takime me familjar, por edhe me bashkëpunëtorët e tij më të afërt politik në ambientet e paraburgimit. Ju lutem dokumentin tjetër. Zoti Meta evidenton Komiteti Shqiptar i Helsinkit u ankua se takime me përfaqësues të partisë politike, pra Partisë së Lirisë, që ai drejton, dhe me deputet të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë llogariten si takime familjare, duke i kufizuar numrin total të takimeve të lejuara së paku 4 herë në muaj. Sikurse e ka evidentuar edhe në korespondenca të mëhershme, Komiteti Shqiptar i Helsinkit vlerëson se ky kufizim përbën shkelje të nenit 51 të ligjit numër 81/2020, i cili parashikon se deputetët kanë të drejtë të hyjnë në institucion pa autorizim paraprak dhe pa asnjë kufizim të shprehur me numër takimesh, duke konsumuar kuotën në thonjza e takimeve me subjekte politike i paraburgosuri, thekson Komiteti Shqiptar i Helsinkit, privohet de facto nga kontakti me familjen. Situatë kjo që sjell cënim të detyrimeve që burojnë nga nene 49 dhe 49 të ligjit numër 81/2020, si dhe dobëson efektivisht lidhjen e të paraburgosurit, pra të zotit Meta, në kontakte fizike të rregullta me familjarët e tij. Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka konstatuar gjithashtu edhe faktin tjetër, gjithashtu një tjetër rekomandim i pasbatuar qëllimisht premuajsh të avokatit të popullit, sa i përket heqjes së paligjshme të numrit të regjistruar në mënyrë të ligjshme pranë IEVP Jordan Misja, të sekretarit të përgjithshëm të Partisë së Lirisë, pra numrin tim të telefonit, i cili, sikundër e kemi denoncuar dhe sikundër dhe vetë zoti Meta e ka denoncuar, është që regjistruar jo mbështetur mbi ligjin, por mbështetur mbi një urdhër
verbal të ish drejtorit të IEVP Jordan Misja, numër i që regjistruar e theksoj në funksion jo vetëm të izolimit ekstrem, si kundër ka qenë edhe mos lejimi i takimeve të tij me drejtues dhe bashkëpunëtor politik në Partinë e Lirisë, por në veçanti për t'i pamundësuar në ekstrem zotit Meta komunikimin e tij normal politik